po ngres disa shqetësime krejtësisht teknike, por që në esencë janë shumë përmbajtësore dhe substanciale për politikat e qeverisë të kryeministrit Kurti, politikat e cilat i ka pasur sfidë në mandatin që shkoi, në kuptimin juridik, profesional, ekonomik, menaxherial, po dhe korruptiv. Dhe besoj që me këtë logjik dhe me këtë program që e shoh dhe tabel të planifikimit, këto sfida do të ballafaqohet kjo qeveri në vazhdimsi nëse nuk ndryshon qasje dhe strategji. I nderuar kryeministër, po nisëm nga sektori më i veçantë dhe bazament të zhvillimit energjia. Në tabel po e shoh që zyra rregullatorit për energji ka minus 16.29% mjete të planifikuara në këtë vit. Më thuaj kryeministër, si kime menaxhu sektorin energjetik kur agjencionin regulativ e ngulfat, edhe ashtu ke fillu ma herët, dhe tash e bjen para situatës që as hyrat që i ka pas, mos me i pas. Kjo është në varësi direkte nga institucionet ekzekutive. Kjo është me hum pavarësinë regulatori dhe me u detyru me shku të kompani që tash në mars kanë me në ngrit çmimin, me vlerësu regulatori ofertat dhe propozime që i bin kompanisë shërbyse. Pra, cila është autonomia e regulatorit që tash ka me vlerësu çmimin e energjisë, kur ju ja keni ullë çmimin. Edhe ashtu ka pak staf profesional, edhe ashtu e keni ngulfat tash e 4 vjet, 5 vjet, edhe ashtu e keni obligu me kry shërbime jashtë ligjshëm në vlerësimin e të hyrave të lejura maksimale dhe sot prap po i bëni presion edhe financiar që ai në mars me na ngrit çmimin prap, me qeni dëgjueshëm apo çka është kjo? Kjo ndërhyrje flagrante në pavarësinë e regulatorit, i cili po mvar dhe po e bart mbi vete supën e politikave të juaja kryeministër dhe të ministrës që është këtu. Prandaj ju rekomandoj të ndroni qasje, sepse kushtetuta e ka para po me pas regulator, edhe vetë shteti është regulator. Nëse ju e mbyt në regulatorin, keni mbyt sektorin dhe ekonominë. Shkojmë dhe një regulator tjetër, kryeministër, fondi i sigurimeve shëndetësore, minus net 1.39 ka ramje të hyrave. Edhe fondin e sigurimeve ja ke zbrit. Anonën tjetër proklamon diçka tjetër krejt. Ky shqetësim është edhe të agjencioni për parandalimin e luftës së korrupsionit. Shiqone minus 10.88% ja ke zvoglut hyrat agjencionit antikorrupsion. Sinqerisht e ke pas sfid, edhe e ki sfid hala, edhe ki me vazhdu me pas korrupsionin. Me këtë kulturë, me këtë sjellje, me këtë politik, kur orvat është edhe agjencionin që ju e menaxhoni, me diktu dhe me ngushtu. Po ne kemi sfidë si shoqëri antikorrupsionin. Korrupsionin, luftën, plot gojën e kemi plot. Nuk i ke përmbush as kriteret minimale të raporteve ndërkombëtare për luftë antikorrupsion, në vend që ti fuqizosh regulatorët, e ata të njihen të pamvarur, e të fuqishëm juridikisht, e ta parandalojnë korrupsionin, ju i goditni me buxhet. Apo ta morrim një regulator tepër të ndihshëm, jetik, autoritetin e shërbimeve të ujit, ARU, të nderuar deputet, edhe ju të mazhorancës. Jeni dëshmitar që 4 vite rresht qytetarët e Prishtinës e gjysmë a Kosovës nuk kanë ujë normal. Nuk ka ujë që s'kemi pas lajmërime publike, mos e pini ujin, ju bim me cisterna e bojmë ata. Sot, ja keni ullë regulatorit të ujit 18.68% buxhetin. Kryeministër, nëse dhe shërbimet e ujit i godet kështu, e tarifa u rrit për shkak të energjisë. Kryeministër, çfarë shërbimi ke në dorë tjetër ti që qytetarëve mundesh me ndërprej? ARU, regulatorin e ujit pijes në tërë Kosovën. Kryeministër, po kaloj nga mosra tjetër edhe në kulturë pak se që tillë shembuj ka mjaft. Sinqerisht nuk e kuptoj të investimet kapitale. Qysh ka mundësi që Këshilli i Kosovës për trashëgimi kulturore as një cent
investime kapitale. Po dhe kulturën nëse nuk e respekton, e nuk e ruan, e nuk e nderon, çka na ka me tjetër? Si ka mundësi që ashtë në kulturë 1 cent se kënda? Ama 3.3 milion i kënda për makina. Në budget i ki. 3.3 milion me blej makina treja, në këshillin për trashëgimi kulturore asë 1 cent. Kryeministër, Autoriteti Aviacionit Civil, përsëri një agencion shumë i ndihshëm. Miliona qytetarë lëvizjen e hyn, e shumica dhe votues t'ju i tashmë dokumentuar, u thojnë me aeroplan, ja ke zbrit, jo po as 1 cent në investime kapitale. Siguri njerëzore, qytetare, publike, siguri jetike për me lëviz, mërgata jonë, as 1 cent investime kapitale. Kryeministër, Radio Televizionin e Prishtinës, televizionin publik të shtetit tonë, televizionin që ka abuzu dhe eksploatu edhe juridikisht, edhe mediatikisht, edhe publikisht, po s'poko të të ndoja një budget për investime kapitale, s'poko të rregulloja zyrën aty të dëgjueshme këtu në menaxhment, se pjesa tjetër janë shkëlqyeshur. Pra çysh ka mundësi televizionin publik as 1 cent për investime kapitale. Anonën tjetër, ke vendos struktura 100% politike të dëgjueshme, dhe ai që nuk bë pyetjet mira largon nga puna dhe nonën në shtatë zonë, a investime kapitale rretykës zero. Zyret i kanë qështu, prej që i manë men të edhe onë bashkë. Objektet i kanë të njëjtat. Prona është e legalizume që para 7 vjetë, kër e kumdam ju ndërtu objekti i ri televizionit, i eksh pregaditur edhe projekti, ish pronësum, ndaje investimin kapital, maraja së është televizion jo veç yti. është gjithë qytetarëve të Kosovës, televizion publik që e mbaj me taksat tona. Falënderit.